Ne po ndjekim me vëmendje protestat dhe zhvillimet e fundit në Shqipëri dhe sigurisht në një shtet të lirë ekziston mundësia për ta shprehur mendimin e lirë, por ne dimë që paralelisht qeveria po shikon dhe kontrollon dhe kërkesat e protestuesve. Kështu shprehur nga Roskoveci, ambasadori i Ukrainës në Shqipëri, Volodimir Shkurov, në një prononcim për mediat, duke qenë se ne jemi një shtet aktualisht në luftë, ndoshta më shumë se kushdo tjetër kemi të drejtë të themi se protestat paqësore kanë të drejtë të ekzistojnë, por nga ana tjetër kërkesat mund të vinë të zhvillohen edhe në sallën e parlamentit, jo vetëm në rrugë, ka thënë ambasadori. Звичайно, ми дуже уважно спостерігаємо за тим, що відбувається в Албанії. Ми знаємо Sigurisht ne po shikojmë me vëmendje gjërat që po ndodhen aktualisht në Shqipëri, edhe zhvillimet e fundit. Sigurisht në një shtet të lirë gjithmonë ekziston e drejta për të shprehur mendimin edhe për protesta paqësore, por paralelisht ne dim se edhe qeveria po kontrollon, po shikon kërkesat e protestuesve për të patur mundësitë e kërkesave, për të kuptuar kërkesat që ekzistojnë sot në proteste, edhe sigurisht që protesta paqësore është diçka që mund të ekzistojë në një shtet të lirë. Duke u nisur nga fakti se Ukraina është aktualisht në luftë, ne më mirë se ndoshta dikush tjetër mund të themi që protestat paqësore kanë të drejtë të ekzistojnë, por nga ana tjetër edhe shprehja e dëshirave përveç protestave mund të jetë zhvilluar edhe edhe në sallat e parlamentit. Domethënë kërkesat mund të vinë edhe diskutohen jo vetëm në rrugë, por edhe brenda. Desha të thojë që ne si ambasadë prej 5 vitesh jemi në një bashkëpunim të ngushtë edhe me qeverinë shqiptare, me qeverinë aktuale, edhe kjo qeveri e kryesuar nga kryeministri Edi Rama është partneri dhe mbështetësi i Ukrainës në përpjekjet veta, jo vetëm kemi patur një ndihmë drejt për drejt edhe mbështetje drejt për drejt nga qeveria, por edhe nëpërmjet organizatave në ndihmë, ku ka marrë pjesë Shqipëria dhe ka kryesuar, siç është për shembull rasti i UKB-s, pas të cilës edhe qeveria e Shqipërisë ka marrë një jehon shumë të madhe edhe në Ukrainë. Уряду чинний прем'єр-міністр величезного авторитету в Україні. Ne si ambasadë jemi prej 5 vitesh në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë shqiptare dhe kjo qeveri e kryesuar nga kryeministri Edi Rama ka qenë partnere dhe mbështetëse jo vetëm në përpjekjet e veta, duke patur ndihmë të drejtë për drejtë, por edhe mbështetëse dhe me organizatat me ndikim, ku ka marrë pjesë edhe Shqipëria, siç ka qenë OKB, ku qeveria shqiptare ka patur një jehon të madh edhe në Ukrainë. Këto deklarata ambasadori i Ukrainës i bëri pas vizitës në Bashkinë e Roskovecit, ku ka qenë pjesë e delegacionit të bashkisë Letçiv në kuadër të projektit të mbështetur nga Nalas, i cili synon angazhimin e përbashkët për bashkëpunim, shkëmbim eksperiencë dhe transferim të praktikave të mira të qeverisjes vendore. Shkurov ka vlerësuar bashkëpunimin e deritanishëm midis dy vendeve, taksa ka theksuar se ministritë e bujqësisë së dy vendeve duhet të forcojnë partneritetin për të qenë më aktiv. Ambasadori i Ukrainës ka përmendur edhe marrëveshjen në fushën e transportit, që i shërben transportit pa vizat, çka sipas tij ka krijuar lehtësira edhe në sektorin e bujqësisë, si një ndër shtyllat kryesore të ekonomisë. Ndërkohë për kryebashkiaken Majlinda Bufi, ky bashkëpunim pritet të jetë frytëdhënës duke patur parasysh edhe bashkëpunimet e mëparshme me Italinë dhe Sloveninë. Ne sot jemi në një takim shumë të bukur, do thosha, me prezencën e ambasadorit të Ukrainës në Shqipëri sipas ftesës tonë në Roskovec, me kryetarin e Bashkisë Letishev nga Ukraina përmes një mbështetje të një projekti rrugët e partneriteteve që na ka mundësuar Shoqata e Bashkive të Shqipërisë dhe Nalas. Kjo vizitë ka në fokus shkëmbimin e eksperiencave më të mira ndërmjet Bashkisë Roskovecit dhe Bashkisë Letishev, mundësive të bashkëpunimit dhe pse jo praktikave më të mira që ne kemi si komunitete Roskovecit dhe komuniteti Ukrainas në Letishev. Unë jam shumë e bindur që delegacioni i Ukrainës do të marrë më të mirat nga Bashkia e Roskovecit, ato për cilat ne krenojmë, në fakt, që kanë të bëjnë me përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve, kanë të bëjnë me rritjen e buxhetit nga të ardhurat tona, me transparencën, me llogaridhënien, me bashkëpunimin me qytetarët dhe pse jo, të gjitha këto për të patur një komunitet më të qëndrueshëm, në një jetë më të përmirësuar të tyre përmes gjithë asaj që Roskoveci ka dhënë. Tepër i emocionuar shpreh dhe kryetari i Bashkisë Ukrainase, sipas të cilit Shqipëria ka resurse të jashtëzakonshme për zhvillim. Wrażenia дуже гарne, перш за все. Edhe përpara ne kemi ardhur këtu me makinë dhe kjo ishte mundësia për ne të shikojmë edhe Shqipërinë, domethënë të krijojmë atë përshtypjen e parë për popullin e Shqipërisë, për Shqipërinë, për natyrën, edhe përshtypja gjithë sigurisht ishte me zonën kryetare e Roskovecit, sepse aty e kuptuam gjithë qëllimin e vizitës, edhe mënyra e mikpritjes ishte aq e ngrohtë për zemër saqë domethënë aty jemi ndjer shumë mikpritës. Por përveç asaj gjës, domethënë që ne dëshim të falenderojmë zonën kryetare, ajo çfarë ju keni
përmendur tani se ju e keni tashmë eksperiencën me Sloveninë, me Italinë, edhe jemi vendi i tretë me të cilin ju mund ta ndani këtë eksperiencë. Edhe ndjehemi shumë krenar edhe privilegjuar për mundësinë e ndarjes së këtij eksperiencë, edhe do ndjekim hap pas hapi ato gjërat e udhëtimit që ju do na thoni edhe do bëni. Edhe ju jemi shumë mirënjohës, shpresojmë që është diçka që do arrijmë të bëjmë një bashkëpunim me fryqëm në këtë drejtim. Будемо працювати, опрацьовувати і будемо вчитися.